energjinë me një formë tjetër. Kjo do të bënte të mundur që të rriste nivelin e riciklimit, por gjithashtu do të bënte të mundur që të ulesh edhe niveli i ndotjeve. Dhe me anë të biombetjeve mund të krijohesh edhe lëndë organike, të cilat mund të përdoreshin për pleun organik, që do të ishte një zhvillim shumë i madh i bujqësisë, e cila nuk do të kërkonte shumë teknologji. Atëherë, përshëndetje, unë jam Mirla Rusi dhe vi nga Gjimnazi Gjergj Bekmezi. Jam pjesërisht dakord me mendimin tuaj që thatë se shumica e shteteve kanë vendosur që të ndërmarrin nisma të ndryshme për riciklimin, pra 50% siç e përmendët, por unë dua të has dhe të prek një problematik mjaft të rëndësishme. Në ditët e sotme, shumë prej kompanive më prestigjioze e më të njohura, të shpërndara në të gjithë botën, pra me filiale në të gjithë botën, pretendojnë se janë eko, pra ekologjike, pa qenë të tilla realisht. Përveç kësaj, shohim se në disa produkte, pra të nxjerra prej këtyre kompanive, janë të vendosura logo të ndryshme, të cilat tregojnë se janë të riciklueshme, pra janë produkte të riciklueshme, por në të vërtetë nuk janë realisht të riciklueshme, sepse këto produkte, mbetjet e këtyre produkteve, përfundojnë në hapësira grumbullimi apo në landfille. Unë dua të cek edhe një rast tepër konkret të një kompanie makinash mjaft prestigjioze e mjaft të njohur, siç është ajo e Volkswagen, të cilat pretendojnë se emitojnë gazin e karbonit, i cili del nga këto makina, por në të vërtetë është thjesht një skem mashtrimi e nuk ndodh me të vërtetë. Po, kemi dëgjuar edhe për mbetje që janë akoma më të rrezikshme si e-waste, dhe teknologjia ka përdorur minerale të shumta si kobalti, ekuri, litiumi e të tjerë ku përdoren për pajisje si ekranet, mikrochipet, bateritë. Dhe nxjerrja e këtyre mineraleve sjell pasojat si ndotja e tokës, ajrit dhe pasoja sociale, si kushte të rënda punës. Përveç kësaj, ato mbetjet të këtyre pajisjeve janë akoma më të dëmshme për tokën, por fal një kompanie që quhet S-Cycles, tëra kjo është hedhur poshtë, domethënë, pasi ata i mbledhin mirë këto mbeturina dhe kaq. Atëherë, përshëndetje, unë quhem Analia Goldi dhe vi nga Gjimnazi Gjergj Bekmezi. Jam shumë pjesërisht dakord me mendimin tënd, por edhe pse bërja e këtij ligji të riciklimit me ligj dhe me detyrim, mos respektimi i këtij ligji do të qëndronte në praktikë. Në shumicën e rasteve njerëzit nuk janë mjaftueshëm të informuar ose nuk janë mjaftueshëm të ndërgjegjshëm për ndarjen e mbeturinave dhe kjo do të çonte në mosbatim të këtij ligji. Edhe pse qëllimi i këtij ligji është shumë i mirë dhe vjen në ndihmës të mjedisit dhe vendit ku ne jetojmë, zbatimi i këtij ligji do ta nxjerrte këtë ligj të pavlefshëm dhe do të çonte në një mosrespektim në masa. Një shembull konkret është në Itali, sidomos në jug, ku edhe pse ndarja e mbeturinave është me ligj, ajo nuk respektohet nga shumica e qytetarëve. Ky është një shembull konkret që qytetarët nuk janë mjaftueshëm të ndërgjegjësuar për ta bërë këtë mbrojtjen e mjedisit dhe riciklimin me ligj dhe të detyrueshëm. Përshëndetje, unë jam Marisol Golemi dhe jam pjesërisht dakord me disa nga opinionet dhe mendimet tuaja, por bashkitë në Shqipëri mund ta bëjnë të mundur riciklimin shumë lehtë fal disa faktorëve. Një është përdorimi i lehtë i plehut organik, duke krijuar pajisje me një ekip dhe një kujdes tepër të madh dhe duke ricikluar këto pajisje, gjë që me këto pajisje, gjë që do të çojë të ulet niveli i ndotjeve nëpër landfilla dhe të çojë në uljen e emetimeve të dioksidit të karbonit, të ajrit dhe gjithashtu dhe të tokës. Gjithashtu teknologjia nga viti në vit, nga momenti në moment, po përparon dhe pse jo kjo teknologji dhe të mos e bëjë që shtetin ton ose edhe qytetin ton të jetë i pastër dhe jo i ndotur. Quhem Amelia Mëshllari. Megjithëse i marr në konsiderat të gjitha ato që u thanë, nuk jam dakord me qëndrimin pro vendosjes së politikave të bashkive për të bërë të detyruar riciklimin deri në fundin e vitit 2026. Do të nisja me afatin shumë të kufizuar të kohës dhe mungesës së infrastrukturës. Vendosja e rregullave të tilla pa patur individ të edukuar dhe të përshtatur me këto praktika do të sillte konfuzion të popullsisë e zbatim të dobët duke sjellë dështim të masës. Realiteti se zonat kryesisht rurale nuk i mundësohet grumbullimi i mbeturinave, edhe ne s'mund të pretendojmë ndarjen e mbeturinave ku do riciklohen. Kosta e riciklimit, mungesa e tregjeve për materiale të riciklueshme. Gjithashtu tek realiteti,
60% e familjeve shqiptare nuk kanë aftësinë të dallojnë mbetjet e riciklueshme nga ato organike. Mirë, faleminderit dyja skuadrave. Tani gjithë fokusi do zhvendoset nga një tjetër tematik, që janë ato temat spontane, i quajmë ne ndryshe në formatin tonë, janë tema shumë të thjeshta dhe të përshtatura edhe për group motion që ju keni. Kështu që do të zgjedhim tek këto zarfet këtu, njërën nga temat. Je sigurt për zgjedhjen? Okej. Ja se të ndihmoj. Angazhimi të rinjve në politikë bërjen lokale është justifikuar. Atëherë, tema do të jetë angazhimi i të rinjve në politikë bërjen lokale është i justifikuar. Është e qartë? Po, zëshë. Pa problem. Atëherë, ndërkohë që tani do keni kohën e përgatitjes tuaj, të mos harrojmë se secili prej jush mund të furnizoj liderin me argumenta ndërkohë që flet. Do flasin vetëm liderat, por ju mund ta furnizoni me argumenta. Ky është debati midis liderave, po. Po. E lexojmë edhe një temën, angazhimi i të rinjve në politikë bërjen lokale është i justifikuar. Është mirë që ta shkruani në mënyrë që ta keni përgjatë kohës përgatitore. Atëherë, angazhimi i të rinjve në politikë bërjen lokale është i justifikuar. Po. Është më tema? Është qartë? Ndodhen, ja. Marisol që përfaqëson shkollën Alit Bërzeshta do të mbajë qëndrimin kundër, ndërsa Engji do të mbajë qëndrimin pro. Pra ju jeni pro përfshirjes së të rinjve në politikë bërjen lokale, kurse Engji dhe skuadra e saj, Marisol do të jetë kundër. 7 minuta. Para se të fillojmë, keni të qartë temën? Okej. Në të gjithë proceset e vendimarrjes që kanë të bëjnë me komunitetin, me ndryshimin. Atëherë, tani, për gjatë kohës përgatitore, ju do ndihmoni liderin, që do të thotë, mund të shtoni, ty mund të vi një argument, një statistik, një analizë, një studim, e çfarë do lloj gjëje tjetër që mund ta ndihmojë në fuqizim të argumentit liderin tënd. Kjo do të thotë pa bërë zhurmë, që do të thotë e shkruaj, ja kaloj, e kështu me radhë. Kjo për gjatë kohës që është duke u zhvilluar debati, gjatë kohës së kohës përgatitore që nuk ka filluar akoma, kështu që ju lutem më dëgjoni, nuk ka filluar koha përgatitore. Ju tani mund të thurni çfarë do lloj strategjie. E rëndësishme është të dini që keni 4 ndërhyrje në total nga 2 minuta maksimalisht, që do të thotë mos nisni që në ndërhyrjen e parë të zauroni të gjithë argumentat apo të gjitha studimet apo statistikat apo gjërat çfarë mund të keni përgatitur, sepse pastaj i bie që 3 herë të tjera mos thoni asgjë. Kjo është dhe çështje strategjie, si e thurni. Okej, nga ky moment keni 7 minuta kohë përgatitore.
Okej, bëhemi gati tani, të fillojmë debatin e dytë. Angazhimi i të rinjve në politikbërjen lokale është i justifikuar. Do të debatoj Marisol dhe Engji. Pro është Engji dhe kundër është Marisol. Fjala për ju. Faleminderit. Të rinjt janë pjesëmarrës në politikbërjen lokale. Të rinjt janë e ardhmja dhe duhet jenë të angazhuar në politikbërje për të dhënë risi nëpërmjet ideve të tyre të reja. Duke qenë se ata janë më të përditësuar me të ren, këtu flasim për teknologjinë, për teknikat e reja, idetë e tyre janë një kontribut i madh për një qeverisje sa më optimale, duke përfshirë të gjitha politikat në të gjitha aspektet e politikbërjes. Angazhimi i të rinjve në politikbërje ju jep atyre një drejtim të duhur, pasi kanë patur përvojë praktike dhe janë më të aftë në këto fusha. Moshat e reja, siç e përmenda pak më parë, janë më pranë teknologjisë dhe risive që ndikojnë drejt për drejt në një avantazh në politikbërjen lokale. Përmendim se teknologjia është një aspekt thelbësor i jetës sonë, qoftë për njerëzit e zakonshëm, më pas për kompani dhe më pas për shtetet. Të rinjt janë më kreativ, më pranë problematikave që has çdo person, duke çuar në përfundim se angazhimi i tyre është i justifikuar. Jam pjesërisht dakord me mendimin tuaj. Mund të jem dakord me që për shembull të rinjt mund të sjellin një frymë të re, por a do të ndikojë kjo frymë në jetën e tyre? Për shembull në shkollë, në mësimdhënie, a janë të rinjt tamam të pjekur apo janë të papjekur dhe nuk kanë aftësi dhe eksperiencë për të kryer ose për të marrë përgjegjësi kaq të mëdha dhe të ndryshojnë për shembull një qytet ose dhe një shtet për më vonë. Ata nuk janë plotësisht të informuar dhe të formuar në politik. Është dhe një faktor tjetër që mund të ndikojnë nga familja, shokët, pra shoqëria, ku nuk marrin parasysh dëshirat e komunitetit. Të falenderoj për këndvështrimin tënd, por rastet dhe realiteti na tregon se ka një kundërshtim në këtë aspekt. Mund të flasim për të rinj, si Greta Thunberg, një vajzë e re e cila ka gjetur guximin në veten e saj, për të kundërshtuar jo vetëm individët e thjeshtë të cilët ndërmarrin praktika jo të mira ndaj ndryshimeve klimatike, por ka gjetur një forcë brenda vetes për të kundërshtuar madje edhe qeveritë që janë sistemet më të larta të legjislative të vendeve. Madje mund të themi se guximi i saj shkon deri aty se ajo ka dalë përballë shtëpisë së bardhë, duke zhvilluar protesta në mbrojtje të ndryshimeve klimatike dhe në ndërgjegjësimin dhe nxitjen e vetdijes së këtyre njerëzve. Pra, mund të themi se të rinjt janë aq të pjekur, aq të përgjegjshëm dhe aq të vetëdijshëm për ndryshimet klimatike. Përveç Gretës, është dhe një i ri në Amerikë, Boys Tech, i cili merret me ndryshimet klimatike dhe përkatësisht në pastrimin e oqeaneve. Duhet të kuptojmë se pjesën më të madhe të ujrave në botë e përbëjnë oqeanet, të cilët sot hasin një ndotje shumë të lartë. Oqeanet, pavarësisht se në procesin e tyre realizojnë përthithjen e vetëm 1% dioksid karboni, sot hasin edhe problematikën e ndotjes së tyre nga plastikat, të cilat janë të hedhura pa përgjegjshmërisht nga njerëzit. Duke marrë këtë praktik dhe këtë nismë për pastrimin e oqeaneve, Boys Tech ka mundësuar që brenda vitit 2030 oqeanet të pastrohen në pothuajse 90% të sipërfaqes së tyre. Po. Në rregull. Ne mund të dim shumë pak për politikën. Për shembull, angazhimi në moshën e re të rinjve helmon mendjen e të rinjve, por duke ju mësuar botën e vërtet në politik, duke i mësuar korrupsionin, pra botën e egër. Gjithashtu ata mund të marrin pjesë duke u detyruar në mitingje ose mbledhje politike, duke mos gjykuar tamam në vetdije të plot, por duke u ndikuar nga aktualiteti. Nuk jam dakord me mendimin tënd. Flas dhe nga përvoja personale. Disa herë bashkë me miqtë e mi këtu brenda grupit kemi qenë pjesë e praktikave rinore të organizuara nga bashkia. Përkatësisht mund të flasim dhe me Loridela. Së fundmi është mbajtur praktika rinore, e cila në qendër të saj ka patur edukimin e të rinjve në disa tema të ndryshme, por mund të themi se në të gjitha prej tyre është përmendur çështja klimatike. Për shembull, do të jap rastin e temës mbi trashëgiminë kulturore të qytetit ton, ku Nena është bërë me dije se cilat janë pasuritë tona si qytet.
Dhe një ndërto është përmendur dhe çështja klimatike që me patjetër ndikon edhe në qytetin tonë. Përveç kësaj, po flas sërish në kuadër të qytetit tonë, kemi angazhimin dhe kandidimin për deputetin që duam në Shqipëri. Duhet të kemi parasysh se në Këshillin Bashkiak, në këto karriget ku ne të gjithë ndodhemi të ulur, ka të rinj nga mosha 20 e sipër, të cilët kanë marrë pjesë në politikbërjen dhe legjislacionin e qytetit tonë. Mirë. Jam pjesërisht dakord me opinionin ose mendimin tuaj, por unë mendoj se mund të them që elitat janë më të informuara dhe më të zhvilluara dhe kjo bën që ta çojë shtetin, qytetin apo qoftë edhe një fshat të vogël në përparim, pra të zhvillohet. Ju përmendët që edhe teknologjia bën pjesë, kështu që po, është më se vërtet. Gjithashtu nxënësit në shkollën tonë, kur thirren për Këshillin Rinor, lën pas dore shkollën dhe prap nuk bëhen ndryshime të mjaftueshme, si mund të them. Përkundrazi, ata që orientohen në mësime, i lën pas dore, të kështu, kush do ta çojë shtetin në një zhvillim të madh, në një boom të madh? Kjo rinia? E kuptoj këndvështrimin tënd dhe jam dakord kur thua që her pas here ata lën pas dore mësimin. Por duhet të kemi parasysh që ka edhe praktika dhe implementim të temave mjedisore në kurrikulat shkollore. Unë jam pjesë e klasës së 11 dhe në kurrikulën e lëndës së biologjisë, klasa 11, temat e fundit janë tema mjedisore, të cilat e marrin nga një këndvështrim jo vetëm i përgjithshëm, por përcaktojnë shumë qartë me detaj aspektet e ndryshimeve klimatike dhe se si ne mund të veprojmë mbi to. Për më tepër, për sa i përket kësaj pjesëmarrjeje që ju sapo përmendët, nga World Vision Albania ne kemi një statistikë që na tregon se në Impact Social vetëm në 2024 kanë marrë pjesë 1186 të rinj që tregon interesimin e tyre dhe vetdijen e tyre mbi ndryshimet klimatike. Për më tepër, dua të përmend një shembull që na vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku disa të rinj vetëm 17 vjeçar kanë bërë të mundur krijimin e një kompanie e cila mbledh produktet e qelshit, tashmë të depozituara në vende të caktuara, dhe nëpërmjet proceseve biokimike, ky qelsh i depozituar kthehet në oksid silici ose ndryshe i njohur nga ne si rëra dhe duke ndikuar në ato pjesët e bregut të oqeaneve apo deteve dhe delqeneve të cilat janë të degraduara nga veprimtaria njerëzore, pasi duhet kemi parasysh se oksidi i silicit është një substancë e cila përdoret në aspektin e ndërtimit. Në rregull, atëherë dua të përmend edhe një fakt tjetër. Sot mund të themi, ju thatë që kishte shumë të rinj që merrnin pjesë në politikën, po. Por sot, për shembull në Shqipëri, eksaktësisht mund të themi se nuk kemi aq shumë të rinj. Dhe arsyeja pse votimet bëhen plus 18 vjeç është pikërisht fakti që zëri i të rinjve nuk dëgohet. Pasi duket se ata kanë mendime fëminore. Shembull konkret është se ne kemi vetë politika që shohim fytyra të reja, por s'ka rini, s'ka zhvillim, s'ka ndryshime të reja të mëdhaja që mund ta çojë për shembull Shqipërinë që të vazhdoj para. Jam dakord që ekzistojnë ende stereotipe kulturore të tipit mosh. Mirë, faleminderit dy vajzave. Një duar të kita për to. Tani është momenti që juria të mblidhet për të bërë vlerësimin. Nuk e di, a kemi një ambient tjetër për jashtë? Ose në qoftë se ju pa bërë zhurmë, s'postoni këtu në obor, do t'ishte akoma më mirë. Shihemi pas pak për të marrë rezultatin.
Jemi gati? Gati. Mirë, ja ku jemi tani, jemi rikthyer për të zbuluar edhe pikët, sikurse e thash dhe në fillim, sot nuk kemi një të eliminuar apo një fitues, siç do të quaj ndryshe në fazat e tjera, por kemi thjesht një pikëzim që do të thotë 16 skuadrat me më shumë pikë do të kenë të drejtën për të kualifikuar në fazën tjetër eliminatore, e quajmë ne, ku përballjet do të bëhen në Tiranë dhe do të kemi një eliminim direkt të skuadrës tjetër që merr më pak pikë. Fjala është për Jurin. Faleminderit, atëherë përshëndetje edhe një herë, mirë se u rikthyet. Shumë kënaqësi të ishim sot dhe të dëgjonim debatues, jo opinionist, që vim për herë të parë në kampionatin e debatit, të Ridebate. Ne kemi hapur këtë edicion me një, do thoja me një shprehje, cilën ju e keni fiksuar, të bëhemi debatues jo opinionist. Dhe në fakt të jesh debatues i mirë, do të thotë që ti të përdorësh sa më shumë objektivitet në argumentet e tua, si dhe ta respektosh shumë kundërshtarin. Pra etika e respektimit kundërshtarit është thelbi edhe i respektimit të këtij formati. Kur themi që ne nuk duhet ta ngrem zërin, por duhet të përdorim argumentet forta, argumentet duhet të jenë shumë mirë të lidhura me të gjithë elementet. Ne kemi marrë modelin ARE, që ka dëshmi dhe arsyetim. Sa herë kemi thënë sepse, këtë sepse ne e mbështesim në dëshmi, në fakte, në të dhëna, në shembuj. Sot pata kënaqësinë në shumë prej jush, në të dyja skuadrat, ti kisha këto argumente, por pati raste që këto argumente nuk ishin të plota. Kemi thënë, na jepet mundësia për të folur vetëm një herë, në 1 minutë, dhe duhet ta ndërtojmë një argument të plot pa përsëritur njëri tjetrin. Nuk mund them që ka patur përsëritje mes jush, por mund them që në shumë raste kjo ARE-ja e plot mungonte, por ARE-ja çfarë tregon? Tregon që ne dim të ndërtojmë një kundër argument për të forcuar pozitën tonë në skuadër. Siç e dini, ky format nuk vlerëson vetëm argumentin, por vlerëson shumë elemente të tjerë, ku shumë e rëndësishme është gjua dhe komunikimi. Për këtë do t'ju komplimentoj, sepse i kam shënuar këtu trajtimi nga ana e përmbajtjes dhe ana semantike e kësaj teme, temës së parë, riciklimit, kërkon që ju të keni lexuar, të keni hulumtuar, të keni eksploruar, të jeni mësuar me atë fjalor. Dhe unë dëgjova këtu riciklim, ripërdorim, biombetje, biogaze, metan, kompostim, landfille e të tjerë që janë shumë të rëndësishme për temën dhe krijojnë vërtet idenë që këto debatues kanë lexuar dhe kanë bërë një kërkim të mirëfillt. Në ato raste që ju keni dhënë burimet kanë qenë të sakta, por në shumë raste ju nuk keni thënë dhe burime ku e keni marrë dhe ku jeni mbështetur për argumentin tuaj. Kur ne nuk japim burime, argumenti mbetet që të jetë një opinion, një pretendim, një argument jo objektiv, jo racional. Kështu që këto janë si element edhe pozitiv, edhe element kritikos. E kuptoni fjalën kritikos? Do të thotë peshoj. Të peshojmë gjykimet, të peshojmë dhe të vlerësojmë mendimet tuaja, cilat janë të vlefshme dhe ku duhet ju që të përmirësoni. Elementi tjetër është vetbesimi. Tek disa prej jush mungon vetbesimi. Vetbesimi mungon në 2 raste, kur ne nuk arrim dot që të kontrollojmë emocionet tona, dhe e dyta kur nuk jemi përgatitur shumë mirë. Kur përgatitemi fort, kemi shumë vetbesim. Gjua e trupit, është mirë humor, nuk bëni fare ju këtu në Pogradec. Pse nuk bëni humor ju? Nuk bëni. Tani ka ndonjë tendencë mes jush për të bërë pak ironi? Dhe ironinë e bën që kur tek gjua e trupit, që kur lëviz një vetu, që kur i qëndron tjetrit përballë në një mënyrë jo të mirë, që kur i thua kështu si po e thua ti, ose ashtu si kurse. Pra, këto tendenca dhe sarkazma nuk janë mirë. Të bëjmë pak humor për të dalë nga situata, për të menaxhuar emocionet. Vlerësohet shumë në debat sot dhe inteligjencën artificiale po e mësojnë që të bëj pak humor në debat. Kështu që ne njerëzit e kemi pikë të fortë dhe nuk do ta humbasim këtë, sepse është një pikë shumë e rëndësishme. Komplimente sepse keni respektuar formatin dhe keni njohur shumë mirë formatin, si për herë të parë, kështu që unë ju inkurajoj, ju them që mendimi kritik ka 5 shkallë. Shkalla e parë fillon me mendimtarët jo reflektues, shkalla e dytë fillon me sfiduesit, e treta fillon me beginner, me
fillestarët. Rëndësishme është që ju keni kaluar dhe jeni në një stad sfidues për vete. Kështu që ju inkurajoj që të na vini përsëri në debat dhe të vazhdoni debatoni edhe në orët e mësimit dhe në aktivitetet tuaja. Shumë kënaqësi dhe kaq kisha unë, shoqet e mia tani të japin komentet e tjera. Së pari shumë faleminderit që më bët pjesë të kësaj eksperience, sepse si një person që merrem çdo ditë me të rinj, është vërtet shumë interesante si proces, vërtet një praktikë që jam shumë e bindur do t'ju shërbejë të rinj. Zysha i përmblodhi të gjitha në një rend shumë të mirë logjik dhe plot arsyetim, dhe unë nuk do doja të isha përsëritëse, por ajo që do të thoja dhe do ndaja me ju është pjesa që aty ku më dhembi mua në thonjza, tek tema e dytë për shembull e debatit që ishte shumë aktuale dhe shumë gjithëpërfshirëse, unë prisja që ju të ishit me një energji pak më të egër në thonjza. Pra ta luftoni njëri tjetrin për përfshirjen tuaj, apo pse nuk do përfshireshit në një proces të vendimarrjes si të rinj që jeni. Domethënë aty prisja që të dominonit kështu bindshëm fare. Por patjetër që kishet një terminologji të zgjedhur, kishet një arsyetim logjik pozitiv, ajo që ta Zysha qëndron, sepse kur jepni një argument duhet ta mbështesni në një fakt konkret, sepse ashtu do të mbetet thjesht një opinion, një mendësi. Por nuk dua të zgjatem shumë, unë ju motivoj që të jeni pjesë e eksperiencave të tilla, sepse jam shumë e bindur që gdhendin tek ju një anë të personalitetit që ndoshta as vetë nuk e njihni për të ardhmen tuaj. Kështu që suksese edhe sa më shumë energji, se jeni të rinj. Okej, atëherë mua më ka rrestisur të jap edhe pikët për këtë debat, por jo më njëherë. Do mbaj dhe unë pak në suspans. Gjithmonë kënaqësi në fakt të vi në këtë format, sado që doja të përsëritesha në pozitën tuaj më shumë se sa në pozitën e gjykatësit të debatit. Kështu që të mia do jenë disi reflektime të një ish debatuese që vazhdon dhe reflekton mbi debatet që ka bërë kur ka qenë pjesë e debate. Shumë e rëndësishme për mua është të kuptoni sensin e sintetizimit të argumentit. Do me thënë, gjithë procesi i ndërtimit të një argumenti racional lidhet me konkluzionin që në arrim. Konkluzioni mund të jetë i përbashkët në një debat, konkluzoni mund të jetë edhe ndarës në bazë të qëndrimeve. Do lutesha që në nivel grupi dhe në nivel individësh, gjithmonë kur debatoni të keni parasysh se si do sintetizoni të gjitha argumentat që sillni, sidomos kur nuk ju kërkohet të sillni vetëm një argument bindës. Sepse argumenta që nuk qëndrojnë dot së bashku nuk kuptojnë që teza është aq e fragmentarizuar sa ndoshta dhe nuk është një qëndrim aq racionale të themi. Gjithashtu do doja t'ju rikujtoja që ky është rrugtim që një debatues, nuk është diçka që do ndaloj apo do stopoj në këtë debat, unë besoj jam prova e gjallë e kësaj momentalisht. Edhe do t'ishte shumë e rëndësishme që në këtë rrugtim tuaj ta shikoni edhe njëri tjetrin si bashk debatues, jo si kundërshtar. Pra ky është termi që duhet të përdorni ndoshta edhe me veten kur të bëni ato prot edhe kundër, i bashkangjitem të gjitha komplimentave që ju janë bërë, sidomos në nivelin e punës dhe elokuencës që keni jetësuar dhe keni shfaqur, dhe do jap dhe fund të gjithë elementit të suspancës. Atëherë, si kundër tha edhe Niko, ju rikujtoj që këto janë pikëzime të vlefshme për renditjen tuaj si shkolla dhe jo për kualifikimin direkt apo jo. Kështu që shkolla Halit Bërzheshta nga ky debat ka arritur të grumbullojë 194 pikë në total, ndërkohë shkolla Gjergji Pekmezi ka arritur të grumbullojë 207 pikë në total. Shumë suksese të dyja skuadrave dhe shumë urime për punën. Shumë faleminderit trupës gjykuese, 3 vajzave që kemi pasur sot në këtë debat. Faleminderit padyshim edhe shkollave për përgatitjen dhe uroj që të shihemi në debatet e ardhshme. Bluzat duhet i mbani sepse nuk i dihet asnjëherë fatit apo jo. Faleminderit edhe një herë, mirupafshim.